Besnik Bislimi, që dukej se e kishte impresionuar Albin Kurtin për ta bërë njeriun kryesor në shtet, pas tij nuk ishte sot në përbërjen e kabinetit të ri të qeverisë, e cila dështoi të zgjidhej, të prezantuar nga kryeministri i lëvizjes vetëvendosje. Kurti propozoi Glauk Konjufcon për zëvendës ministër të parë dhe ministër të punëve të jashtme e diasporës. Pozitën e zëvendës kryeministrit e mbajti për rreth 5 vjet Bislimi, të cilit nuk ju besua as ndonjë post tjetër ministror. Kohët e fundit më i heshtur se zakonisht ka qëndruar Bislimi, njeriu që ishte kryeministri de facto i vendit kur Kurti shkonte jashtë vendit. Bislimi ishte bërë i rëndësishëm në lëvizjen vetëvendosje, ku në vitin 2017 i ishte besuar detyra e shefit të shtabit zgjedhor, ishte edhe nënkryetari i partisë. Rreth 4 vjet më vonë, ajo ngjit deri në pozitën e zëvendës kryeministrit të parë, pozitë që para tij, më shkurt, e kishte mbajtur Haki Abazi, i cili u largua nga lëvizja vetëvendosje. Vendi tani hyn në fazën e dytë të procedurës kushtetuese për formimin e qeverisë, thot Eugen Cakolli, nga koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, i cili ka renditur disa opsione dhe mundësi. Siç prashje kushtetuta, presidenti Vjosa Osmani tani duhet të konsultohet me të gjitha partitë politike për të mandatuar më pas dikë për formimin e qeverisë së re. Në situatën kur askush nuk pranon të marrë këtë, duhet të shpallen zgjedhje të reja. Me një situatë të tillë, presidenti pasi të konstatojë mungesën e vullnetit për formimin e qeverisë, ka të drejtën dhe detyrimin kushtetues për të shpërndarë kuvendin dhe për të shpallur zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditësh nga shpërndarja, shkroi Cakolli. Ai përmendi edhe 30 nëntorin, 7 dhjetorin dhe 14 dhjetorin si datat e mundshme për formimin e zgjedhjeve të reja. Në vijim postimi i tij plot: "Çka tash, pas dështimit të votimit për qeverinë?" Me dështimin e votimit të qeverisë së propozuar nga mandatari Albin Kurti, vendi hyn në fazën e dytë të procedurës kushtetuese për formimin e qeverisë, siç përcaktohet me kushtetutë dhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Së pari, presidenti është detyruar të zhvillojë konsultime me të gjitha partitë dhe koalicionet parlamentare për të vlerësuar cila prej tyre ka gjasat më të mëdha për të formuar shumicën në kuvend. Kushtetuesja ka theksuar se ky nuk është një veprim formal, por një proces me përmbajtje reale që duhet të reflektojë mundësinë faktive për të siguruar shumicën e nevojshme prej 61 votash. Së dyti, pas përfundimit të konsultimeve brenda afatit të 10 ditor, presidentja duhet të vendosë se kujt do t'ia jap mandatin e dytë për formimin e qeverisë. Kjo është periudha më e ndjeshme politike dhe juridike e procesit. Gjykata ka sqaruar se presidenti i vendit nuk ka diskrecion të pakufizuar, por duhet të bazohet në kritere e gjasa më të mëdha për të formuar qeverinë, pavarësisht nëse ajo parti është apo jo fituese relative zgjedhjeve. Ky mandat mund të jepet sërish partisë fituese nëse ajo deklaron ngadishmëri dhe mundësi reale për shumicë, ose cilësdo parti tjetër nëse ajo paraqit prova konkrete për mbështetje në kuvend. Vlen të theksohet se nuk ka asnjë ndalesë mbi kandidatin individual në tentimin e dytë, pasi termi kandidat tjetër nënkupton vetëm raundin e dytë procedural, jo ndalimin që i njëjti kandidat të mandatohet përsëri. Së treti, por çfarë ndodh nëse asnjë parti nuk pranon të marrë mandatarin? Siç duket të jetë rasti aktual, gjykata kushtetuese ka qenë eksplicite në këtë pikë, duke mos e përjashtuar mundësinë që partitë të refuzojnë marrjen e mandatarit. Nëse ndodh kjo, pra, asnjë subjekt nuk shpreh gatishmërinë për të marrë mandatarin e dytë, procesi praktikisht e humb qëllimin e tij politik dhe presidentja nuk mund të vonojë pafundësisht vendimarrjen. Në një situatë të tillë, presidentja pasi të konstatojë mungesën e vullnetit për formim të qeverisë, ka të drejtë dhe detyrim kushtetues për të shpërndarë kuvendin dhe për të shpallur zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditësh nga shpërndarja. Së katërti, kushtetuta ofron rrugë të qarta për daljen nga bllokada, por siç e ka theksuar vetë gjykata kushtetuese, mekanizmat kushtetues funksionojnë vetëm kur ekziston vullneti politik. Në mungesë të tij, zgjedhjet e reja janë zbatimi i rendit kushtetues për rikthim të legitimitetit politik dhe institucional. Së pesti, kur mund të kemi zgjedhje të reja? Nisur nga deklarata e shumicës së partive politike se zgjedhjet janë rrugdalja e vetme, si dhe duke u bazuar në afatet kushtetuese dhe ligjore, pas konstatimit potencial të mungesës së shumicës së nevojshme për formimin e qeverisë së re, datat e mundshme për zgjedhjet e reja përfshin 30 nëntorin, 7 dhjetorin dhe 14 dhjetorin në varësi të ditës ku shpallen zgjedhjet e reja.